Nuk mërzitem për faktin se do shkoj Ramazani, unë mërzitem për faktin që a do të arri ju në Ramazanin tjetër. Mërzitem për faktin që a kam punu sa duhet unë në Ramazan. Mërzitem për faktin që a jam unë për atyre njerëzve që Zoti ka amistu prej zjarrit xhehenemit. Flasim pak se si duhet jemi dhe se si duhet ta kalojmë jetën tonë edhe mbas Ramazanit. Unë pikë së pari doja të ceki që nuk ka diskutim që muji Ramazanit është muji i përzgjedh për Allahu subhanahu xhela xhelalu, është muji që shtohen sevapet, shtohen mirësitë, shtohen shpërblimet e i madhi Zot xhela xhelalu, është muji që Rabbul Alamin e ka zgjedh që të zbresi Kur'ani, është nata më e mirë faktikisht që Allahu subhanahu xhela xhelalu e përmend në Kur'anin Kerim, që është nata e Kadrit, që thot khairun min alfi shahr, është më e mirë se 1000 muaj, nuk është e barabartë me 1000 muaj, por është khair në gjuhën arabe do thot është edhe më e mirë se 1000 muaj, që ti bësh një kalkulim del që 84 vjet, më e mirë se 1000 muaj vjen 84 vjet një jetë njeriu. Ka disa transmetime faktikisht që po ti shikosh dhe i hasën tefsirin e Ibn Kathirit, që profeti alayhi salatu wassalam ju ka drejtu Allahut subhanahu xhela xhelalu, ka thënë o Zot, e ke bë popullin tim me jetën më të shkurtër, dhe populli i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e ka treguar profeti alayhi salatu wassalam dhe ashtu siç jemi duke e përjetuar, është midis 60-s dhe 70-s mesatarja. Dhe Allahu subhanahu xhella xhelalu si përgjigje e duas profetit alayhi salatu wassalam, thon dietarët e ka dhënë pikërisht natën e Kadrit. Kjo natë e cila nuk ju ka dhënë popujve përpara, popujt përpara janë urdhëruar për ta agjëruar, mirë po nata e Kadrit është special për umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhurat për Allahu subhanahu xhella xhelalu, që është një jetë njeriu. Nuk ka diskutim që muslimani në Ramazan angazhohet edhe më tepër, ashtu siç e përmendët ju, mundohet bëj vepra sa më shumë, mundohet bëj namaz sa më shumë, mundohet t'japi sadakaja më shumë, mundohet lexoj Kur'an më shumë, mundohet ta mbylli gojën prej fjalëve të jo të hishme, jo të mira, edhe më shumë, sepse Ramazani e ka atmosferën shpirtërore, imanore, ndryshe prej muajve tjerë. Zakonisht në për mbledhi ose në ligjërata të ndryshme e them dhe përsëris, Zotin fal nëse gaboj, them që Ramazani do shkoj, ama prap do vi. Nuk mërzitem për faktin se do shkoj Ramazani, unë mërzitem për faktin që a do të arri ju në Ramazanin tjetër. Mërzitem për faktin që a kam punu sa duhet unë në Ramazan. Mërzitem për faktin që a jam unë për atyre njerëzve që Zoti ka amistu prej zjarrit xhehenemit. Mërzitem për faktin që a jam unë në listën e atyre njerëzve që Zoti i ka rangu, i ka listu prej banorëve të xhenetit. A jam mërzitem për faktin që a mu kanë pastru gjunahet në Ramazan, apo mu kanë shtu gjunahet edhe ma tepër. Për këtë mërzitem. Nuk mërzitem se shkoj Ramazani, sepse Ramazani do vi derisa të frymoj kjo dynja, derisa të ekzistoj kjo dynja, vit e vit do vi Ramazani. Njeriu duhet mërzitet për vetin e tij, muslimani duhet mërzitet për vetin e tij. A jemi për atyre njerëzve të humbur, a kemi fituar në Ramazan? A jemi për atyre njerëzve Zoti na rujt, që Xhibrili alayhi salam i ka ardhur profetit alayhi salam dhe ka bënë duan që i ka thënë larguhuni prej mëshirës së Allahut, i humbë është ai njeri i cili hyn Ramazani dhe del Ramazani dhe nuk ju kanë fal gjunahet. Pra nuk ka diskutim motra dhe mia që në Ramazan njeriu është më aktiv në ibadete, mundohet bëj edhe më shumë. Mirë po ajo çka ne do trajtojmë inshallah është çka mas Ramazanit. A mundemi ne të jetojmë në muaj të tjerë siç jetojmë në Ramazan? A është e pamundur nuk është. E pamundur nuk është. Është një thënie shumë e bukur që zakonisht e përmendim që thotë nëse e jeton jetën tënde Ramazan, nëse gjithë jetën tënde e jeton si Ramazan, në botën tjetër do jetosh si në Bajram. Domethënë nëse jetën tënde e shfrytëzon dhe mundohesh të bësh vepra ashtu siç ke bë
në muajin Ramazanit, dije se inshallah në botën tjetër kur do kthehesh do gjesh Bajram, do kesh fest me lehen Allahut subhanahu xhela xhelal. Motra dhe mia do ta dim diçka që i madhi Zot xhela xhelalu e përmend Kur'anin Kerim kur thot i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe thot wa'budillah hatta ya'tiyaka yaqin. Madhëroje, lartësoje, bëj ibadet Allahut o Muhammed sallallahu alaihi wasallam derisa të vi vdekja. Do të thonë ne jemi të urdhëruar që Allahun subhanahu xhella xhelalu mos ta adhurojmë vetëm do të thonë vetëm Ramazan. Kemi një ibadet sezonal, nuk është Islami i tillë. Islami është që profeti alayhi sallam e ka treguar dhe në hadithe ndryshme që puna më e mirë, vepra më e mirë te i madhi Zot është e vepra e cila sado është e vogël ama është e rrjedhshme e vazhdueshme. Kjo është puna e dashur te Allahu subhanahu xhela xhelalu, i cili është punë e rrjedhshme e vazhdueshme dhe nuk e lën. Prandaj gjithë këto vepra të mira që muslimani është mundu t'i bëjnë Ramazan, mos t'i humbi jashtë Ramazanit. Mos t'i humbi jashtë Ramazanit. Është një ajet tjetër në Kur'anin Kerim që flitet faktikisht, ky ajet ka zbrit ama Zoti xhella xhelalu e ka marrë si shembull, ka qenë një grua ka jetuar në Mekë, e cila mentalisht nuk ka qenë mirë, mirë po ajo kur bënte punë edhe tjerte, dhe me gjitha të mund që bënte e tjerte, çka ka pas në atë kohë, gjitha të mund që bënte, masi e përfundonte gjithë punën, e shkatronte. Dhe Allahu subhanahu xhella xhelalu thot në Kur'anin Kerim wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Thot dhe mos u bëni si puna asaj gruas e cila masi ka punu, është djersit, është lodh, më në fund e prishën punën e saj. Kështu që inshallah nuk jemi prej tyre, ne duhet mundohemi që edhe jashtë Ramazanit duhet t'i bëjmë po ato vepra faktikisht që i kemi bën Ramazan. Ma thoni një vepër, një punë, një ibadet që ne e bëjmë Ramazan dhe nuk lejohet jashtë Ramazanit mos t'i bëjmë ato vepra, mos t'i bëjmë ibadeta. Merr agjerimin. Agjerimi si agjerim, normal që Ramazani simbolizohet dhe ajo kryesorja është të agjërosh. Mirë po kjo s'do të thotë se vetëm duhet të agjerim në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, muajt e tjerë ne nuk kemi agjerim. Jo, ne dim që profeti alayhi salatu wassalam ka hadithe të sakta që ka pas agjeru të hanë dhe tejnëtën. Të hanë, çdo të hanë tejnëte, ka pas agjeru profeti alayhi salatu wassalam. Nëse nuk kemi mundësi fizike dhe nuk ke mundësi të agjerosh të hanë tente ashtu si ka agjeru profeti alayhi salatu wassalam, të paktën e kemi tjetrën transmetim për profetit alayhi salatu wassalam i cili ka agjeru 3 ditët e bardha të muajit hënor, 13, 14 dhe 15. Po nëse s'ke mundësi fare, nuk ke mundësi të agjerosh 3 ditë në muaj, të paktën 1 ditë në muaj të agjerosh, sepse ne dim atë shpërblimin e madh që na i tregon profeti alayhi salatu wassalam, personi i cili agjeron 1 ditë për hir të Zotit madh, e agjeron për 1 ditë për hir të madhit Zot, agjerim vullnetar, agjerim synet, agjeron 1 ditë për hir të madhit Zot, thot Allahu subhanahu xhella xhelalu, atë person do ta largoj fytyrën e tij prej zjarrit xhehenemit 70 si të thush vjeshta larg prej xhehenemit, do të thonë do të përjetosh, do të marrësh atë shpërblimin e Allahut subhanahu xhella xhelalu. Të flasim pak se si duhet jemi dhe se si duhet ta kalojmë jetën tonë edhe mbas Ramazanit. Unë pikë së pari doja